Një prej çifteve më të komentuar atë kohëve të fundit, po si arritët më ta mbani të fshehur? Hajt po filloj me Krisën se ishte në intervistë, tha ka diçka, tha po jo s'do ta zbuloj. Po tani ç'a të bëjmë? Kështu e kishim lënë me fjalë. Kishim lënë me fjalë. A patet vështirë një herë ta fshehet. Dëgjoj, në fillim jo, sepse normalisht paktën unë, po deri diku edhe tjerë jemi ruajtur. Më thënë kemi përpikur ta mbajmë më së miri privatisht, e dinin vetëm njerëzit e afërt. Plus edhe në publik nuk se dukeshim shumë, pra sa ta kaluam nga ekstremi në ekstrem, nga shumë të fshehtën edhe e mori vesh gjithë Shqipëria. E tham një rrugë të punë, sa mos i themi një nga një. Si u duk sonte atmosfera për të shakave, duke u rru gjithmonë shëndat e mbarësi. Jemi kënaq sot për zotin, domethënë kemi kërcy, kemi këndu, më ka ikë zëri më shumë sa Fifit, edhe jemi kënaq. Fifi ka kallë, ai ka kallë. Unë që momenti që e kam njohur Fifin, s'kam pushuar asnjëherë të talenti që ka, të artistja që është njëri me zemër shumë të madhe, është njëri që punon fort, e don gjën që bën, ka një pasion shumë të madh për muzikën dhe për artin që ajo prodhon. Dhe e dija shumë mirë që ajo do kishte punuar me mishë me shpirt për këtë koncert. Le të themi që ajo e bindur që do zjasë dhe ka vëlla për turne. Ka vendosur një standard të ri me këtë që bëri sot realisht. Do ta kishë bërë para, patjetër. A mendon se do të shkonte një koncert, un po e shoh prezantuese Krisën. Ta bëni kështu dy në një. Është shëndër, sigurisht. Një koncert i gjithë i imi është shëndër. Por që tu pa tu bë. Për momentin kemi plane të tjera. Okay, si po ju shkojnë emisione dhe si jeni për 7-2, sa po ka rëndësi jeta private, tashmë publike, pothuajse me qenë bashkë edhe në projekte? Jo, pjesëmarrja jo në Big automatikisht na bëri që dhe anën tonë private mos ta kemi shumë problem për ta shfaqur në publik. Kështu që edhe në emision ne përpiqemi të jemi sa më të lirshëm, sa më komod. Edhe emisioni është i tillë, është morning show, kështu që përpiqemi të jemi sa më cool, sa më chill. Nuk e patëm problem. Mendova sikur do lodheshim pak me njëri tjetrin, duke qenë se punë me njëri tjetrin, jashtë punë me njëri tjetrin, po jo, nuk e kemi ndje fare, më thonë. Zënka e fundit, na zbulone, rrugës sot. Po tani te parkimi. Po, te parkingu makinas aty. Po gjëra të vogla. Kemi gjëra të vogla, s'ka shërëndaje. Ti shërëndaje, pastaj do kuptoj nëse mungon ndonjëri në emision. Kjo do më thënë është receta, pothuajse. Cila mendoni që është ndoshta receta se si të ruhet një lidhje shëndetshme jashtë skandaleve, po ju jeni në ekran. Domethënë sa është e vështirë që kur dilni të dy, ndoshta dhe mund të debatoni pak, edhe ta mbani ndoshta hatërmbetjen brenda vetes dhe në publik të jeni mirë. A ju ka ndodhur ndonjëherë që dilin nga shtëpia pak të cëruar? Dgjoj, na ndodh ndonjëherë, përpiqemi që në emision deri diku mos ta mbaj mendjen aty, se automatikisht reflektohet në kamera. I sqarojmë pas emisionit, çfarë do gjë që mund të jetë thënë dashje pa dashje në cili më shumë. Për sa i do të thoya këtë, për sa i përket skandaleve, unë mendoj që në rast se nuk do të bëj skandale, nuk bëhen skandale. Pra nuk bëhen rastësisht skandale. Ka nga ato që i mendojnë për t'i bërë, i bëjnë, ne nuk kemi ajo, nuk kemi. Nuk e bëjmë dot, domethënë është diçka që nuk na vjen, s'kemi menduar kur për shembull me njëri tjetër që hajde bëjmë një skandal sot. Ose hajde shesim sigurimi ndar, ne gjë të tillë. Jo, sepse neve na vin gjëra. Ide keqen. Ndonjëherë po mjafton që na eci video në Instagram. Miliona i marrim, kështu që apo i marrni edhe miliona kështu se goxha mirë jeni me këtë. Aty çalon puna, aty çalon puna. Po punojmë fort për këtë, por që tu pa të bë.